Të nderuar miq, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku po takohemi sërish së bashku në kanalin Monitor TV, këtë herë për të ndaluar tek miqësia e Xhibanit edhe Valbona Mhillit, që në ditën e parë kur Xhibani dhe Valbona kanë hyrë në shtëpinë e Big Brotherit, ato të dy kanë patur një miqësi fantastike. Kanë kaluar momente fantastike dhe priteshte një marrëdhënie krijuar apo një lidhje krijuar mes Valbonës edhe Xhibanit. Por Valbona atëherë ndoshta duke logjikuar që do t'i afrohem Laertit sepse Laerti është një personazh inteligjent, Laerti është një personazh i zgjuar, Valbona mendoi që mes Laertit do të krijonte një marrëdhënie shumë të bukur dhe të qëndruar, por nuk rezultoi që të jetë e tillë. Valbona dhe Laerti u ndan, por jashtë shtëpisë së Big Brotherit, siç duket, ka krijuar një marrëdhënie bukur të qëndruar Xhibani dhe Valbona. Në videon e postuar mbrëm në Insta Story nga reperi i njohur Xhibani, ka ndezur jetin dhe ka hapur rrugë për shumë spekulime. Në pamje shihet ai shoqëruar me ish banoren e Big Brother VIP Albania, Valbona Mhillin, teksa shfaqet në një ambient të qetë dhe në dukje relaksuese. Por ajo që e bën këtë video vërtet intriguese është fakti që në sfond dëgjohen pikërisht debati i tyre i famshëm brenda shtëpisë së Big Brotherit, duke u kthyer video në një situatë me nuancë gazmore dhe ironike. Shumë djegës nuk e kanë marrë këtë si një shaka të rastësishme, përkundrazi, videoja është parë nga shumë si një rikthim i mundshëm i komunikimit mes dyshes që gjatë qëndrimit në shtëpinë më të famshme në Shqipëri ishin shpesh në qendër të vëmendjes për shkak të mosmarrëveshjeve të tyre, debatit të tensionuar dhe ftohjes së marrëdhënieve. Tashmë që ata janë jashtë formatit, ky takim i papritur i dokumentuar vetëm me një video të shkurtër po hap shumë dilema në rrjetet sociale. A është kjo një përpjekje për pajtim apo thjesht një takim i rastësishëm që u shoqërua me një dozë të humorit? Mbetet për t'u parë. Reagimet nuk kanë munguar, komentet kanë vërshuar në profilet e tyre ku një pjesë e ndjekësve ka vlerësuar faktin që dy ish protagonistët kanë gjetur gjuhën e përbashkët dhe madje kanë bërë shaka me të kaluarën e tyre. Të tjerët më skeptik e kanë cilësuar videon si një tentativë për vëmendje apo një marketing të fshehtë për një projekt të përbashkët që mund të jetë në përgatitje. Me siguri po përgatitet ndonjë klip, shkrua një nga ndjekësit, ndërsa një tjetër thot kur debatet kthehen në humor do të thotë që ka reflektim dhe ka pjekuri. Nuk është era e parë që figurat publike shqiptare i kthejnë situatat konfliktuale në përmbajtje kreative. E njëjta gjë mund të jetë duke ndodhur edhe me Xhibanin dhe Valbonën, të cilët pavarësisht përplasjeve në të kaluarën, duket se nuk e kanë përjashtuar mundësinë e një komunikimi të ri, ndoshta edhe më të pjekur dhe më miqësor. Nëse takimi ishte i thjeshtë dhe ishte thjesht një takim për një kafe mes miqësh, një paqe publike apo preludi i një projekti muzikor apo televiziv mbetet për t'u parë. Deri më tani asnjëri prej tyre nuk ka bërë ndonjë deklaratë të drejtpërdrejt lidhur me videon, duke shtuar edhe më shumë mistere. Të gjithë syt janë tani në rrjetet sociale. A do të vijoj Xhibani me ndonjë sqarim apo do të flas Valbona për këtë takim surprizues? Derisa të vijë ndonjë reagim, ndjekësit e tyre kanë marrë sinjalin çdo gjë është e mundur për showbizin shqiptar. Do me thënë, brenda shtëpisë së Big Brotherit, Valbona dhe Xhibani në një farë mënyre shpallën një luftë mes njëri tjetrit dhe ishte një diçka e paimagjinueshme për këtë situatë. Do me thënë, Valbona nuk dëshironte më të afrohet me Xhibanin, ajo krijoi një marrëdhënie të afërt me Laertin, u afrua tepër me Laertin dhe kjo gjëja sikur i dha një sinjal kritësisht tjetër situatës së Valbonës edhe të Xhibanit. Por jashtë shtëpisë së Big Brotherit gjërat ndryshuan. Jashtë shtëpisë së Big Brotherit shikojmë një Valbon e cila është më e afërt se kur me Xhibanin, po mbështetën lojën edhe rrugën e gjestit dhe po jep një lloj pozitiviteti, do me thënë marrëdhënies së saj që ka krijuar me Xhibanin. Ndoshta mund të jetë një afrim për të ndërtuar një diçka të bukur, për të nisur një diçka të bukur, për të krijuar një marrëdhënie, ndoshta po ruajnë vetëm
shoqërinë e tyre që edhe mund të interpretohet si në një lidhje. Dëshiroj të marr mendimin tuaj për këtë marrëdhënie të ndërtuar.